Gjendet i vdekur në Francë rekrutuesi modeleve që i dërgonte tek Epstein. Një rekrutues profesionist modelesh francez i cili për më shumë se një dekadë organizonte takime me disa modele të ish sulmuesit seksual Jeffrey Epstein u gjeti vdekur në shtëpinë e tij pranë Parisit të hënën. Trupi i Daniel Siad u gjet në shtëpinë e tij në Colombes, një periferi e kryeqytetit francez. Ca Maria Celin Lauris, zëvendës prokurore publike në gjykatën gjyqësore të Nanterre për CNN, në një deklaratë të mërkurën raportoi CNN. Një autopsi do të kryhet mbi trupin për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Kay Paul Glass e CNN investoi së fundmi Siad, i cili tha se nuk ishte arsye të besonte se dy gra që ai ja kishte rekomanduar Epstein dhe të cilat i kishin thënë CNN se Epstein i kishte abuzuar me to, ishin dëmtuar prej tij. Edhe pas dënimit të Epstein në vitin 2008 për krime seksuale, njerëz të besueshëm të industrisë së modelimit si Said vazhduan të kërkonin sipërmarrje biznesi me të. E ftuan në evente mode dhe lejuan të shoqërohej me kompanitë e tyre. Said tha se Epstein e kishte siguruar se kishte paguar për krimet e tij dhe se kjo nuk do të ndodhte kurrë me askënd, që Said ja referonte atij. Ja besova atij dhe besova se ky djalë ishte një person profesional, tha ai për CNN. Nuk kam dëgjuar kur asgjë nga askush që ja prezantova dhe që më ktheu se kishin pasur një situatë të keqe. Besoja se ky djalë është një person profesional. Sa i tha se kishte besuar se Epstein ishte drejtor castingu për Victoria's Secret dhe agjencinë e modelimit MC2. CNN nuk gjeti prova për ta mbështetur këtë pretendim. Shumë i vjetër, dosjet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë tregojnë se Epstein i pagoi $10,000 Said. Në një mesazh Said shkroi: "Vajzë simpatike franceze në Marrakesh. Ajo tha se do të jetë e lumtur t'ju takoj." Said tha veçmë se Epstein i kishte kërkuar ndihmë për të gjetur një asistente. Në një email të vitit 2018, Said shkroi se po kërkonte një asistent të ri tërheqës për Epstein. Në një mesazh tjetër, Said i dërgoi Epstein një foto të një gruaje duke e përshkruar atë si shumë të sjellshme dhe dikë që ka potencial si modele ose asistent. Shumë i vjetër, u përgjigj Epstein. Sipas dosjeve të Departamentit të Drejtësisë, Said i dërgonte vazhdimisht Epstein foto të grave të reja që haste gjatë udhëtimeve të tij, disa prej tyre në poza provokuese. Emri i Said shfaqet më shumë se 2000 herë në dosjet e Departamentit të Drejtësisë për Epstein, raporton BFM TV, një degë CNN. Lidhjet e Epstein me sigurinë e modelimit janë pjesë e hetimeve të vazhdueshme të cilat përfshin një hetim penal të nisur këtë vit në Paris, i cili po shqyrton informacionin në lidhje me Said sipas kryeprokurorit të qytetit. Said po përballej gjithashtu me akuza për abuzim. Një modele akuzoi gjithashtu atë për përdhunim kur ajo punonte në Francë në vitin 1990. Saidi e kishte mohuar këtë akuzë.